vazhdoj me pjesën e dytë të pikës 2 të rendit të ditës, pra me pjesën e zgjedhjes së zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorar të Kosovës, ku për këtë pozitë kemi pranuar nominimin vetëm nga një kandidat, siç e cek edhe ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit, pra dhe atë nominimin nga profesori i nderuar zoti Dardan Buniçi. Andaj, ashtu siç parashihet me nenin 6, paragrafin 3 të rregullorës 09/2026 për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorar të Kosovës, fillimisht ja kalojm fjalën zotit Dardan Buniçi që të elaborojë arsyet e kandidimit të tij për pozitën e zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorar të Kosovës. Zoti Buniçi, fjala për ju. Faleminderit shumë. Fillimisht me ndjeni të ju uroj detyrën, sukses dhe shëndet dhe punë të mbarë. I nderuar kryesuesi i Këshillit Prokurorar të Kosovës zoti Gashi, i nderuar ushtrues detyre i prokurorit të shtetit, të nderuar anëtar kolegë të Këshillit Prokurorar, i nderuar drejtori i sekretariatit, të nderuar përfaqësues të medias, shoqërisë civile dhe të nderuar partnerë ndërkombëtar pjesëmarrës të këtij takimi. Po e filloj ekspozimin tim me një thënie të Martin Luther King: koha është gjithmonë e dur për ta bërë atë që duhet dhe që është e drejtë. Kjo thënie pasqyron një të qartë përgjegjësinë që kemi për drejtësinë dhe institucionet që mbrojnë atë. Pikërisht mbi këtë bindje dhe këtë ndjenjë të përgjegjësisë ndaj institucionit dhe publikut mbështetet dhe vendimi dhe vullneti për të kandiduar për pozitën e zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorar të Kosovës. Kandidimi nuk është thjesht ambicie personale, por një angazhim për të kontribuar në forcimin e përgjegjësisë institucionale, në rritjen e efikasitetit, në fuqizimin e besimit të publikut në sistemin prokurorial. Ky kandidim bazohet në misionin dhe vizionin tim. Forcimin e përgjegjësisë institucionale, rritjen e efikasitetit, fuqizimin e besimit të publikut në sistemin prokurorial. Angazhimi im do të jetë që kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit të ushtrohen në përputhje të plotë me ligjin, me parimet e sundimit të ligjit, pavarësisë institucionale dhe llogaridhënies. Një prioritet i rëndësishëm do të jetë edhe përmirësimi, organizimi, menaxhimi dhe mbikëqyrja e prokurorive në mënyrë që të rritet profesionalizmi dhe efikasiteti në sistemin prokurorial. Këtë drejtim do të angazhohem që proceset e emërimit, avancimit, transferit, disiplinimit të prokurorëve të bazohen në meritokraci, transparencë dhe kritere të qarta ligjore. Gjithashtu, një rëndësi të veçantë do t'i kushtohet përmirësimit të mekanizmave të vlerësimit të performancës, menaxhimit të drejtë të ngarkesës me lëndë, respektimin e standardeve dhe etikës e integritetit profesional. Një shtyllë shumë e rëndësishme në kuadër të angazhimit tim është forcimi i llogaridhënies. Në kuadër të saj konsideroj të domosdoshëm rikthimin e raportimeve 3 miliore të punës së prokurorive, të cilat do të mundsojnë monitorimin e rregullt të rezultateve dhe identifikimin e hershëm të sfida dhe transparencës ndaj Këshillit në veçantë publikut. Po ashtu, transparenca duhet forcohet edhe në procesin disiplinore, për këtë do të insistoj që publikimet periodike të raporteve mbi rastet disiplinore të prokurorëve dhe të dhënave të jenë publike. Ky mekanizëm do të kontribuojë në rritjen e besimit publik dhe forcimin e integritetit në sistemin prokurorial. Në aspektin e performancës profesionale, vlerësoj se përmirësimi i saj do të shoqërohet me zhvillim të vazhdueshëm profesional. Për këtë arsye do të propozoj dhe do të kujdesem në organizimin e trajnimeve të specializuara në fushat ku evidentohen dobësitë e performancës, në mënyrë që të përmirësohen aftësitë profesionale dhe cilësia e akteve procedurale. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe avancimit të statusit të prokurorit të shtetit dhe stafit mbështetës. Për këtë qëllim, do të angazhohem në hartimin e analizave institucionale për kushtet e punës, përmirësim strukturës së stafit administrativ dhe krijimin e mekanizmave të qartë dhe zhvillimin dhe avancimin profesional. Gjithashtu do të punoj për fuqizimin e rolit të komisionit të përhershme të Këshillit, përmes unifikimit të akteve ligjore, përcaktimit të indikatorëve të qartë të performancës dhe monitorimit dhe rekomandimeve të rregullat e tyre. Rekrutimi i prokurorëve dhe stafit mbështetës është një tjetër proces kyç që kërkon transparencë, efikasitet, objektivitet. Këtë drejtim do të propozoj përmirësimin e rregullarëve për zgjedhjen dhe përdorimin e pyetjeve të shtuara në intervistën dhe vendosjen e afateve të qarta për çdo fazë të procesit. Po ashtu është e rëndësishme të forcohen kapacitetet e sekretariatit të Këshillit Prokurorial përmes organizimit më të mirë institucional, rritjes së stafit të specializuar, përdorimin më të madh të teknologjisë informative, automatizimin e proceseve administrative. Në aspektin buxhetor, planifikim të kujdesshëm të resurseve njerëzore financiare, sepse është thelbësore për efikasitetin e sistemit prokurorial.
këtë do të angazhojmë në planifikimin e detajuar buxhetor dhe vlerësimin e rregullt të nevojave për staf dhe trajnime. Së fundi, konsideroj që njëra nga shtyllat kryesore është bashkëpunimi interinstitucional me partnerët vendorë në veçanti me ata ndërkombëtar, i cili është i domosdoshëm për përmirësimin e praktikave dhe formësimin dhe fuqizimin e kapacitetet tona institucionale. Përmes këtij bashkëpunimi mund të përfitojmë nga përvojat dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Përmes këtij vizioni dhe këtyre prioriteteve, synoj të kontribuojnë në ndërtimin e një sistemi prokurorial pavarur, profesional, transparent, efikas në shërbim të drejtësisë dhe në shërbim të interesit publik, gjithmonë mbi bazë të fuqizimit të parimit të ligjshmërisë. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Buniqi për elaborimin e konceptit tuaj për pozitën e zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurar të Kosovës. A ka dikush që dëshiron të marrë fjalën? Nëse nuk ka, atëherë pas përfundimit të elaborimit të arsyetimit të kandidatit për pozitën e zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurar të Kosovës, duke qenë se për këtë pozitë kemi vetëm një kandidat nga aneni 6 paragrafi 5 i rregullorës numër 09/2026 për zgjedhjen e kryesuesit të zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurar të Kosovës, kjo rregullore pra ka parapaç që Këshilli me shumicë votash vendos nëse vendimi do të jetë i fshehtë apo i hapur. Vendos fillimisht në votim këtë çështje pra lidhur me këtë fakt se kush është për që procesi i votimit për zgjedhjen e zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurar të Kosovës të jetë i hapur. Kundër? S'ka? Abstenim? Mirë. Atëherë, duke qenë se me 5 vota për, u vendos që votimi të jetë i hapur, çështja që parashtrohet pastaj është kush është që për zotin Dardan Buniqi të zgjidhet zëvendës kryesues i Këshillit Prokurar të Kosovës. Gjashtë vota janë për, kundër nuk ka abstenim. Konstatoj se me 6 vota për, zoti Dardan Buniqi zgjedhet zëvendës kryesues i Këshillit Prokurar të Kosovës. Urime, zoti Buniqi. Mandati i zotit Dardan Buniqi fillon nga data 13 mars 2026 dhe zgjat deri në përfundim të mandatit si antar i Këshillit Prokurar të Kosovës. Nëse zoti Buniqi ka një fjalë rasti nga pozita tani e zëvendës kryesuesit, është rradha për ju. Faleminderit. Të nderuar kolegë, faleminderit për besimin e dhënë. Besoj që këtë besim nuk do ta marr si privilegj, por më shumë si përgjegjësi. Andaj me besim në Zot dhe me dashurinë ndaj Dheut, do të realizojmë çdo plan të përbashkët, urime suksese na pritet të mbarë. Faleminderit, suksese edhe juve. Tani kemi pikën e tretë e rënit të ditës, me atë që miratuam pra në pjesën e paraditës. Dhe duke qenë se pika e tretë e rënit të ditës ka të bëjë me një çështje e cila duhet të trajtohet me dyrë të mbyllura, duke u bazuar në lirin 14 paragrafi 3 i ligjit për Këshillin Prokurar të Kosovës, propozoj që pikat në vazhdim t'i trajtojmë me dyrë të mbyllura. Në visa. Faleminderit kryesues. Por asë të shkojmë pikën e tretë, po tani fjalë. Shumë shkurt. Rregull, fjalë. Të nderuar pranishëm, përfaqësues shoqërisë civile, media, shumë nderuar përfaqësues nga zgjuara vejës, i nderuar kryesues, zanës kryesues, të nderuar kolegë. Fillimisht ju uroj për detyrat dhe përgjegjësitë që morat sot. Jam shumë i bindur që udhëheqja e Këshillit në drejtimin tuaj do ta kthejë ligjshmërinë, transparencën dhe llogaridhënien, vlera këto që i kanë munguar Këshillit për një kohë gjatë. Është e vërtetë që ka pas shumë ndryshime në ligjore që nga ndarja e dy këshillave, mirë po ndryshimet e fundit përmend ndryshimet dhe reformat më të thellë që ka pas sistemi prokurar, edhe që këto ndryshime kanë kaluar shumë filtra nga Komisioni i Venecias dhe gjykata kushtetuese. Nga 2 vitet e mia angazhim në Këshill, nuk kam pasur qenë pozita, por avancim të vlerave të cilat besoj se nga sot po fillojnë të kthehen në sistemin prokurar. Dhe një fjalë ditë e fundit do të jem shumë krenar dhe do të jetë pjesa më e ndritur e karrierës time në rast se në përfundim mandatit tim, Këshilli do të punojë për sistemin dhe ju për individ brenda sistemit. Juve suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit zotri Kasniqi për ngjarimin, ashtu siç e potencova edhe më parë, pra pikat në vijim do trajtohen me dyrë të mbyllura dhe për këtë e hedh në votim. Kush është për që pikat në vijim të trajtohen me dyrë të mbyllura?
Mirë, me 6 vota jemi për, kundër s'ka asnjë, abstenim nuk ka. Takimin e vazhdojmë në ora 13:30 sot lidhur me këtë pikë.